Zanfina, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta dhe mirë. Goxhamotis kemi pasë, është vërtet se ty është mirë me të pasë mësafire bile një herë në 2 muaj. Se sjell energji, sjell dinamik. Faleminderit. Po ta qes pak ujtë Alpeve, se ti je me shumë dinamik, shumë energji, shumë. Mu qëtësu pak. Munësh me pi pak me fresku fytin ujë Alpeve. Mirë se erdhe dhe një herë. Mirë si u gjeta dhe mirë si u gjej gjithmonë kështu, me energji shumë pozitive edhe me një atmosferë shumë të mirë si gjithmonë. Zanfin ti na zbukurën skenën për herë dhe është mirë që po sinqerisht edhe është bukur se skena do edhe bukuri, ha? Është e vërtet kjo. A don skena bukuri? Arti e kërkon bukurinë, përndryshe syni e kërkon bukurinë edhe prandaj ne kur shikojmë televizor gjithmonë dojmë diçka të bukur me pa. Unë përdori fjalën shumë glamur, po glamur në skenë, glamur të njerëzit për herë është bukur, është segment shumë i veçantë që njerit i sjell pozitivitet, që ndjehet më mirë kur sheh diçka bukur se sa keq. Po, edhe unë e mendoj ashtu, nuk po flas tash veç për zgjedhjet e miseve apo diçka tillë, po në përgjithësi edhe në film. Kur shikoj film kam qef një aktore apo një aktor të bukur me pa, apo një skenë të bukur, një natyrë, diçka të tillë që mu relaksu pak. Që për miset, vete hape bisedën, a ke mendu në herë me konkuru për mis? Adelina njerëgo është ba mis Kosova? Po, Adelina ka qenë mis Kosova 1997. 97. Po, unë kom pas ofert 2010 nëse s'gaboj, po. Kam pas me performu në Miss Univers Kosova dhe Fadil Berisha më tha, po ti tha, pse nuk po konkuron? Thash, jo, tha, po I ki për masat shumë të mira, dhe unë thash, o zot që këna shumë e dopt. Gjithmonë në kërkim të kilogramve ma shumë, edhe thash, jo, nuk e kom pa vetën si manekene apo mes, nuk është shumë e zhvillum ajo pjesë e showbizit të na, kështu që unë mendoj që përkas mirë, te Fadili ke mujt me kalu mirë, se pastaj ishe shku në Miss Univers dhe atje mundësit janë më se të një është e vërtet. Jemi edhe veni vogël edhe popull I vogël edhe mirë. Ke vendos bukurinë e zërin e krejt mi adhuru këngës, skenës. Po, e vërtet. Këtë këngën e fundit që e dëgjum, është realizu prej kujt, Zanfin? është realizu në Massive Production. Massive Production? Po, prej Granit Gashit edhe Nurtali Morinës. Graniti! Granitin e kemi me këtë emisionit edhe bën këngë bukra, vërtet Graniti. Po, shumë. Meriton shumë për krahje se bën këngë shumë bukra, shumë trendi dhe kjo ju pas ka shku. Bashkëpunimi, po. Këtu edhe zëri I Labinotit dëgjoj shumë bukur, dhe më thonë pjesë e bukur. Propozimi kujna ishte Labi? Në vërtet nuk ka qenë shumë e planifikume, ishte shumë spontane, se Labi gjinde në Massive Production, aty unë po punoj këngë, edhe Labi po punon të këngë, edhe e ndëgjoj këngën I pëlqej, e këndon të me vete, ashtu dhe I thash, ndoshta kështë qenë mirë me hy, po, tha unë e di me këndu, tha në gjitha zhanët. Edhe vërtet ashtu doli, u përshtat edhe mirë, po nuk kemi pas mundësia I me qenë në spot, po, pse jo herave tjera? Po, sigurisht, këto janë kolona zanore, për cilë, se mrapa, është vërtet, nuk do thot që me çdo kusht me qenë, sepse kënga është bërë për Zanfinën. Po. Tekstin e ka shkru? Graniti dhe Nurteli, dy të në bashkëpunim. Ata të dy bashkë, Po. Kur shkruan tekste, a ndërhyn me ndryshu diçka, ose me përcaktu temen fillimisht, apo pret propozime? Ndodh, por kur qëlloj pa inspirim, ju thama, fillot ti shkruje, pas të unë e të ndihmoj. Por në jarë kur jam në disponim shtu ma të mirë, përzihna në tekst dhe thamë, mos ma bo një tekst ku ne pëqoj për një mashkull. Bo një tekst, ku unë jam ma feministe, unë gjithmonë kom qenë ma feministe, familjarisht jemi ashtë të dhije. Familjarisht feministe, dhijet kjo punë me Adelina ka fillu me ty vazhdo. Ajo ka qenë e para. Edhe gjithmonë I bojmë, do me thonë, në bashkëpunim me kompozitorin, po në jherë ja u lo komplet në dorë kompozitorve, dhe thamë, befasam. Po, edhe për të befasin sigurisht. Po, gjithësësi. A je knaqur, mjaftu shumë deri me sot, me karierën tënde, Zanfin? Gjithmonë jam shumë kritike ndaj vetës. Gjithmonë e thëmë vetës, ti mund është ma mirë. Ti mund është ma shumë. A I thu vetës ashtu, a? Po, nuk jam loj femnës që, se zakonisht femnat qëllojnë ma të lasdrume. Unë e jam e lasdrume në disa aspekte, po jo saj përket profesionit. Edhe me dasht me rritë mendjen,
mami dhe motrat me një më thojnë, atëra. Atëra poshta, mas flutura. Po, për ndryshe, gjithmonë e kritikoj vetën. Kjo nuk është mirë, do të me bo ma mirë, edhe kjo pak më mundon edhe më rëndon pak në psiqik, po edhe më shtyn me punu ma shumë. O shtysa, që shtyn me bo ma mirë gjithherë me bashkëpunëtorët, i ketë për herë shumë, apo herë? Herë, so, i zjedh, i gjenë. Bashkëpunimin me një kompozitore vazhdoj vetëm nëse kam qenë e knaqën për herës kalume. Në momentin që s'jam e knaqën e ndërprej me aqë edhe... A të më thonë do të me ditë kompozitorët dhe të shusit në momentin që s'ka shus dyti. Kjo ishte shumë direkte, po ndoshta është ma mirë me ju thonë, se sa me mendu që ka qenë krejtën regull. Edhe ma mirë me ditë, gjithë se cili gabimin e vetë, përfshi këto edhe mu. Po, sigurisht. A me ndonë se ka përkrahje të duhur mjaftushëm se skena jonë është gogja pa organizume, gogja improvizume, ha? Si kalove kësaj vere në përgjësi kështu me organizime, me koncerte, me... Gjithmonë vera është sezona ku ne punojmë mas shumë, nuk kemi kohë për pushime, nuk kemi kohë për shoqëri e tjera, dhe kjo ka qenë i vere t'ilë, po këto organizime që i përmende, gjdo vetë përshkojnë duke u bë më të dopta, më të zbeta, edhe mungon një ligjë të na, mungon me u ditë kush është kush, hierarki kisha me thonë. Absolutisht, ha? Edhe deri sa të bon këtë zgjana, skena jonë ka me qenë mishmash. Kush donë me këndu, kush donë katastrofë. Armen Rexhepagiqi që ma ka propozu njëherë një emision me bo mishmash. A po? Si me pas ditë. Është e vërtet, sikur ka improvizime shumë, sikur akoma skena diktohet prej venit ku nuk e ka aty. Në botë, shiqo, këngëtarët thjesht si puna juaj në hip-hop e R&B në botë që dominojnë si zhanre sot, realizohen. Edhe aktivitetet të tyne organizohen prej kompanive shumë profesionale, shumë profesioniste, po që kanë edhe përgjegjësi, që dojnë me ndërtu diqka, jo veç tak pap pe i pazari, oba, shkum edhe... Po, une mu më karo mujve të fundit, kësha me thonë, ndoshta edhe viteve, me najt me qëndru ma shumë e një studio ku e kom punu kongër, dhe më ka ndodhë me pa që një njeri thjesht femra po mashkull s'ka si ardhë, i ka pas disa lek me vete dhe ka vendosë me bo një kongë, me bo një spot. Po, në momentin që e ka marrë kongën, nuk e ka ditë shumë me dalu, që nuk është shumë kongë mirë dhe që s'ka mund dëgju fare. Që është pak edhe kesh prej kompozitorit, po edhe prej personit i cili nuk din as me dalu. Do me thonë, du të me pas dikon për gjecë. Absolutisht. Ose me gjithë një menager që din me ti regullu ato që shtu. Ose më shten del barabar. Në treg, bi fjalla, nuk mund të bletë një CD e Madonës, njësoj si një CD e një këngëtarje që sa ka dalë, pa emër, në botë kjo nuk ndodhë, të në ndodhë, a i del me qmim të njëjt, në skene në njëjt. Mu shumë shpesh ndodhë kër ilqoj kanalet e muzikës cilat kove të fundit nuk pilqoj shumë, një orë nëse shikoj klipe, në 80% këngëtarve nuk kom i njoftë. Edhe pëse unë gjithmonë një rjedha me portajve, me showbiz, me krejt, po, ama do me thonë shumë pa regullësi, po, shumë e vërtet. Po edhe jo kualitet, shumë sasi, po pa kualitet. Po jo kualitet. Po. është mas e vërtet. A ka dhe gjelozi në skenë, ka këgja, a? Gjelozia është interesant, gjithmonë ka qene pranishme, po ma për para, kur më po flasë, kur unë kom qene vogël edhe Adelina, në atë ko ka qene, do me thonë adolescencë, ka qenë ma e hapun, do me thonë njerës nuk kanë qenë kaq fëlliranta sa sot. O ditë kush nuk të dënë, tash nuk e din kush nuk të dënë. Ka shumë hipokrizi dënë me thonë, a? Po, ose unë e përdora këtë shprehjen e popullit fëllirant, po. Tash gjithë jemi... Fëtë shumë mirë, bravo, po në realitet këtë kontra me tonë. Po, nuk është kjo e vërtet, asë afrë të vërtet, se kur nuk e din sakt me cilin e ki arbek, kisha me thonë, jo në plot kuptimin e fjales, po prafërsisht. Showbizi më shumë ndërtohet të na, në përgjithësi shifet në tabanin e thash e themit, se sa showbizi vërtet që kishme si dhe shembullin e mirë në skenë. Se shembulli mirë në skenë, për shembull e shonë botë, bëhet e klikume rëzimi i Madonës në skenë, po është shumë e klikume dhe konga, pe përmeni Madonën disa herë se janë Beyoncé, për plot këngëtare të reja sot që janë
Rihanna që kanë pushtu gjithandej skenat, por për mu Madonna është interesant, është një institucion që mbetet, ngellet me vetën. Po, Ka në kjeti idol në këtë drejtim kështu? Bukvalisht, idol nuk isha me thonë, se një kohë kom qenë ekstrem madhuruse e madhe Rihanës, por Rihanna është shumë natyrë rebele, ta shkrasi me mu dhe kur nuk gjejti pare në gjajshme të dikush, nuk muj me, nështa me dasht apo me adhuru, prej largësis normal. Po, se tashi... Po ajo është një shembull i mirë qysh me i thy tabut në mënyrë shumë spontane. Dhe me thonë e bën diçka jo shumë të planifikume, po ajo bëhet mega hit apo mega skandal. Po, ata bëjnë edhe skandale brenda, po është mega hit në dy skenografie bukur, paraqitje skenike fantastike, vallëzim, flet skena, do me thonë flet skena. Po, kushtet cilat të na nuk janë, edhe nuk kanë me qenë edhe shumë gjatë. Edhe gjatë s'kanë me qenë për shkak të improvizimeve. Unë kam pas bisedë një ditë në një emision tjetër, Zanfina që ka shumë improvizime dhe s'ka koncerte, s'ka skenë, nuk mund të shpalosish ti, neve na ka bo vaki bashka. Po, performimin për shambull, po. Po, kemi kënduar 20 këngëtar, 400 bileta, bi fjala, sepse nga një këngë, nga një... Po, edhe prej tyne ka qenë 200 bileta nër 12 vjeç. Po, nër 12 vjeç, edhe në... Sikur nuk pe kultivojmë duhur, skenën, koncertin, ato që bota e bën shumë mirë, dhe s'kemi nevoj me zbuluna, veç me bose ata. Shumë e vërtet, veç me i kopju bre pak, kur gjë ma shumë. Po në prandaj dhe thash që showbizi është bu mishmash, nuk e pa ta fjallën veç për këngëtar. Se njerës mundën me keq kuptu, jo ne pa ta fjallën prej përgjecëve të këngëve deri te përgjecë e koncerteve. Edhe për politikën? Jo, në këtë rast jo. As po merresh me politikë? Jo, se po më dham kryt, pastaj ma shumë. Po do të me konsumu hapa kundër dhimbjes pastaj. E tha shumë mirë, bëjmë sikur ata, i kopjojmë asi. Po, shumë e thjeshtë. Ka dhe kopime shumë, ka plagiatur, edhe plagiatura hynë konkurencë me... Për shembull, një kompozitor mytë të punu, një të me shkru, një këngë të bukur, apo mos harroni, një këngë tjetër që është marrë prej turqishtes, greqishtes, ato e muzikat mira, është muzikë shumë e mirë. Po, edhe bën sukses konstant, me njere. Po, ka sukses me njere, edhe të futet konkurencë. Në më thonë, edhe kjo është e pa drejtë. Po, është e pa drejtë, po, shumica tash e dojnë rrugën e shkurt të suksesit. Nuk po e dojnë rrugën e kadalshme, ma të gjatë, po të sigurt. Ma të shpejt, Po, përdojnë shpejt. Edhe përdojnë me njere suksesin. Ndoshtë, unë e ka njere kom përshtypin që nuk ju interesan jetë gjatësia e karierës. Do me thonë, veç dojnë më vëdu me mri. Edhe nuk ju interesojnë mjetët, do me thonë, bënë gjithë shka. Edhe nuk ka këngë jetë gjata, shifet që janë kryesisht si limonata, 2-3 muaj edhe mbaron kjo. Qka jetu punu tashi? Ka një muaj gjysë, që kom qenë të marrë me këngën e re, cilën e kom bashkëpunim, po pasi bënëm të parëm, vendosëm edhe një me bo, gjithashtu bashkëpunim, me të njëjtin person me kompozitorin Urtelin, e bënëm dy dhe do me thonë, për ta tregu si mirë, shaj i mirë kjo. Po, Nurteli është nikosisht kompozitor, do me thonë kantautor, edhe pe bojmë tha dhe dytën, ndoshta tha del edhe më e mirë, tash jemi në një problem të madh, a me marë të parën, apo dytën. Tash unë e pe du dytën, a i pe dën të parën, edhe kemi konflikte non-stop. Unë edhe nuk pritoj. Mu përla? A pritoj mu përla? Kemi ka të kamera fshet atje. Nejse. Po jo, nejse, pa na jetën e përdiqme tonë që shto thëjmë, reagojmë, nonën e nonës se s'kini me marë qëte. Po, diçka që njerës nuk kanë mrive po në kamerë të sheft, është që kamera më sheft ka gjatë 45 minuta. Shifet që ka ljohë. Po, ka qenë 45 minuta dhe një tjetër fakt është që unë a ditë kom qenë shumë pa disponim, si ma herët jam bo nërvëz, plus a im ka bo nërvëz, plus ky, plus a i, plus... Po, dhe u i bo shumë. Plus normalisht monja që të banë me u disponu gjithmonë 24 orë. Po, mamin e kam serotonin. Mos me qenë ajo, s'di që kësha bo. Absolutisht.
Shembulli më i mirë i nonës shqipon që fëmijët e vet i man bashkështu, gjithmonë në kujdes ton jetën që shtu e ka pas mona. Mirë, kam na shoh kur na dëgjon të fol çështu, po s'ka rëndsi. E pranojmë ne këtë prej është kompliment. Prej monës. Apo të pëngojnë thashë themet, që non stop ka thashë theme për ty kështu në në fillim të karrierës, edhe pse jam rrit të përjetu karrierën e Adelinës, edhe ajo o përballë me shumë të pavërteta gjithmonë, unë kom thonë kom e qenë shumë e gatshme, mu s'kanë me mprek këto, po në fillim më kanë mprekshin edhe reagimet i kom pas zakonisht të shpejta, edhe jo shumë të mira. Ka ndodhë me thirr një gazetar edhe mi thonë ti pse pe qet që unë kom protezën e dhëmve, dhe me thonë kur kërkush nuk e ka qitë, te e ke qitë. Po ti e ki proteze, po mu nuk më shihet se e kam keramik, edhe ka ndodhë gjysore për laju. Edhe në fund e kam pas që kur gjë, nuk kom ri për pas që e kom nervozu vetën. Mirë, a mendon se, për shembull, a je pro a anti operacioneve plastike? Nuk po të pyes pse të kanë pyetur 10 herë, po çka mendon se njeriu duhet me pas qasjen e saktë çka po don? Për shembull, unë jam pro. Pse jam pro? Nëse një njeri nuk ndjehet mirë, pse të mos e përmirësojnë diçka që nuk duket mirë? Sot mjekësia ka përparu shumë. Po, unë e kom cek para disa muaj me një intervistë pse jam pro. Se unë jam gjithmonë pro gjanave që na bojnë të lumtuna. Në qoftë këtë rast edhe diçka ma largë, për shembull homoseksualizmi, që njerëz homoseksuali bëhen të lumtun. Operacionet, se njerëz që nuk janë të lumtun, sidomos kur nuk janë të kënaqur me veten, ata e bojnë të palumtun krejt rrethin e vet. Duke fillu prej familjes, shoqërisë, dashurit e të tjera. Pse mos mi bot lumtur ata pastaj? Pse jo, nëse kemi mundësit. Po, unë e di që nuk më pyete për buzët e mia shumë të përfolën, apo unë na im kom qenë shumë e përfolën, edhe halohem shumë e përfolën, se kam qenë e para që i kam bo. A e para ke qenë? Se nuk është, tash unë desha me thonë, nuk është nështë e para prej kantoreve. Zanfina Shkenes edhe motra Adeline se mos mu përfol. Harroje punë. Kjo është sigur. Po një doktoresh një më ka thonë, Zanfin, tha, pse tha pe mundon vetën? Ti tha e ke thy tabun, i ke bo tha e para. Unë e tha shumë vajza, cilat tha, nuk po flasë veç për vajza këngëtare, tha, po edhe për vajza tjeshta, tha, cilat i kanë bo bust ka kaq edhe e boni dorën, tha dhe ti, tha halo, tha mendom se po folin njerëz. As mos e mendo, tha ne. Absolutisht. Do me thonë, unë e pa ta bo ato, pikrisht për këto pse e thash, që me qenë ndoshta ma e knaqën me veten. Po mu në këtë rast nuk më ka ndodhë me qenë ma e knaqën, kom qenë ma e pa knaqën edhe kom pas që nuk janë operacionet për mu. Tash po bazohen në natyrë. Okej, ke mujtë me mendu në një moment, Zotit i ka dhënë gjitha, se po gjithmonë ka diçka që mundet më bo ma mirë. Ke dashtë edhe diçka më mirë, e ndohet e pak knaqën, por që njeriu niset me bleni diçka, e ndohet e pak knaqën. Edhe mendon që kam i dale mirë. Po në momentin që nuk del më mirë, ajo është veç një mësim ma shumë. Është diçka që nëse djegësh ti nuk e bën mo. Do me thonë unë e kam mësu atë mësimin tema nuk e bëjnë. Njerëzit e skenës janë ata që sofistikojnë absolutisht masën, ofrojnë shembullin e dukjes, e pamjes, e rregullimit, e makijazhit, e flokëve, dhe kur e din se je modeli i mundshëm, nëse jo për të gjithë, për një pjesë shumë të madhe, absolutisht ti edhe je detyruar të ofrosh gjithmonë diçka më shumë. Edhe sigurisht kjo të mundon, apo? Po kjo është një ngarkes plus e qenit fytyrë publike, se gjithmonë e kijat mendimin kokë që nëse ndonjë fans i muzikës në të sheh në mënyrë që ti nuk do kështë televizor, po flas pa grem, pa flok shumë të rregullume, apo pa taka, pa fustan, e krijon një bindje tjetër, edhe shet që je komplet njeri thjesht, edhe i prishet pak ai imazhi i perfektës. Prandaj edhe ne në stop e kemi atë pjesën në kokë që du të më dok mirë. Absolutisht, njeriu është qenje e paqet, kërkuese gjithmonë. Po, edhe kërkon perfeksionin. Perfekt është veç Zoti. Po dhe njeriu po shkon ka Zoti, a? Gjithherë se nuk ka Zoti. Po tentojna. Mirë, Zanfin, të faleminderit shumë se këngëtarët, publiku, ky publiku yni i mrekullueshëm, e që kanë me të vesh një ditë, pa tjetër, a? Me trener ka mundësirë se kom qef.
E shi që? Për plot kompani kanë qef me desh. E këta kanë qef me dvesh. Do të dëgjojmë edhe një këngë, pa tjetër se s'mund të t'lëm vetëm me një këngë. Çfarë do t'na këndosh? Këngën Mojito me tekstin shumë domethënës të Avni Qailit, e përshëndes, edhe me muzikë të Qipsit. Qipsi, Avni Qaili, Zanfina Ismaili, skena për ty. Faleminderit. Tundes, bukuroje, rregulloje, Zanfina Ismaili.